sot dashnori është dhe status. Pra një burr me lek në Tiranë që ka minimalisht një biznes, nëse nuk ka dashnore, është kot. Po siç e tham dhe në fillim, është je jashtë mode, nuk po jeton në këtë kohë në sotme, nëse ti nuk e ke një të dashur, mundësisht tjetë e re, se po aty pra është që të jetë edhe shiko, tjetë e re, bukur, të jetë mundësisht i preferohen shumë dhe këto personazhet e ekranit, modele, kontare. Po, duhet jetë e njohur, sepse nëse do ta prezantohet tek shoku apo tek mira. Patjetër se nuk mund të vajzat bukura ke edhe jo të famshme. Absolutisht, po preferohen të famshmet sepse duhet edhe të krenohen me shoqërinë që kanë. Ke zbuluar, të ka ndodhur ndonjëherë në ndonjë rast zbulimi, detektimi që ka rezultuar që dashoria që ti po hetoje dhe po kërkoje të zbuloje se kush ishte kjo dhe ishte personazh VIP? Patjetër. Patjetër. U shokove? Jo, absolutisht. Pse duhet të shokom? Kjo është e ditur tashmë. Dhe vajzat e reja, mos i etiketojmë këto VIP-at, por pothuajse gjithë vajzat e reja kërkojnë burra që janë biznesmen dhe kanë mundësi ekonomike. Se po habitesh Ronaldo, se po më çudit. Po se nuk e di këtë realiteti, nuk e njeh. Vërtet nuk e din. Po pse ndodh vërtet? Po më çudit që thua nuk e di. Po kjo është më së normale tashmë në Shqipëri. Jo, unë besoj që njerëzit nuk të rrethojnë, unë besoj që njerëzit punojnë. Si duket ti, qenge në gjumë akoma. Jam idealist, shumë idealist për të kohë. Se të ngacmoj edhe. Sa mirë do ishte shumë mirë kjo që thua ti, realisht do ishte një mrekulli, por jo nuk funksionon. Fatkeqësisht. Ti nuk i shikon vajzat e reja, gocat e bukura që janë të veshura, kanë luks, kanë ndërkohë që nuk punojnë asnjë ditë, ndërkohë që nuk vi nga një familje po mund të kenë të trashëguara. Në një qyp floriri që mund të kenë familjare. Po edhe mund të ekzistojë kjo, po. Në ara, në toka. Po, në për filma po ekzistojnë.